Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me tritolin e vendosur në 29 nëntor në Vlorë në hyrje të një apartamenti. Policia ka dalë në një njoftim zyrtar ku bën me dije se në lidhje me këtë ngjarje ka arrestuar 2 autorë të dyshuar, një 59 vjeçar dhe një 29 vjeçar, banues të dy në Babicë të Madhe. Blut e qytetit bregdetar theksojnë se në lidhje me këtë ngjarje ka rënë në prangat e policisë shtetasit David Goxhaj dhe Ferdinand Bombaj, dy të dyshuarit si autorë të vendosjes së tritolit në banesën e nënës së Gentian Zotos, dënuar me 35 vite burg për tentativë vrasje. Ditën e ngjarjes, në një deklaratë për media, 63 vjeçaria Bakie Zoto është shprehur se jetonte vetme dhe nuk ka konflikte me askënd. Ata kanë përdorur një automjet i Volkswagen Gold Plus që rezulton i vjedhur në Elbasan si mjet për t'u afruar banesës së Bakie Zotos, pronarës së apartamentit ku dhe u vendos sasia e tritolit. Sa kaq, autorët dyshohet i kenë vënë zjarrin e automjetit pasi makina është gjetur e djegur në fshatin Babicë e vogël. Dy të arrestuarit po hetohen për kryen e veprave penale, shkatërrimi pronës me eksploziv e kryer në bashkëpunim dhe vjedhja.